Në një botë plot kafshë të çuditshme dhe të bukura, flamingot kanë fituar prej kohësh statusin e një prej shpendëve më elegant dhe fotogjenik. Me pengët e tyre roz, qafën e gjatë dhe qëndrimin e tyre të veçantë, kur shpesh i shohim në një këmbë, ato duken si një balerinë të natyrës. Po a ju ka shkuar ndonjëherë në mend pse flamingot qëndrojnë në një këmbë? A është thjesht një stil për pushim apo ka një arsye më të thellë? Misteri i qëndrimit në një këmbë, jo thjesht për show. Për shumë vite shkencëtarët nuk ishin të sigurt përse flamingot mbanin këtë qëndrim. Hipotezat ishin të shumta, nga zakone të trashëguara te sjellje për të ruajtur ekuilibrin apo për të mbrojtur nga grabitçarët, por studimet të fundit shkencore kanë dhënë përgjigje më të sakta dhe të habitshme. Ruajtje e energjisë, më pak muskuj, më shumë stabilitet. Një nga zbulimet më befasuese është që flamingot e kanë më të lehtë të qëndrojnë në një këmbë se sa në dy, po ndryshe nga njerëzit që do të rrëzoheshin menjëherë po të provonin këtë për orë të tëra, flamingot e arrin pa përpjekje. Studiues nga Georgia Institute of Technology dhe Emory University zbuluan se strukturat e kyçeve dhe muskujve të flamingos janë të ndërtuara në mënyrë që të bllokojnë këmbën në pozicionin e drejtë pa shumë lodhje. Është si një mekanizëm automatik që mban trupin në balancë, madje edhe kur zogu është në gjumë. Ky qëndrim i njëanshëm ndihmon që muskujt të mos shpenzojnë energji, një avantazh i madh kur duhet të qëndrosh për orë të tëra në këmbë ose në ujë. Ruajtja e nxehtësisë trupore, një këmbë më pak në ujë. Shumica flamingove jetojnë në zona me ujëra të sekta dhe jo gjithmonë të ngrohta. Duke qëndruar vetëm me një këmbë në ujë, ata reduktojnë humbjen e nxehtësisë trupore përmes këmbëve që janë pa pupla dhe mjaft të ndjeshme ndaj temperaturave. Kjo është një strategji termorregulluese e natyrshme që ndihmon flamingot të ruajnë energjinë edhe përballë ndryshimeve klimatike të habitatit të tyre. Refleks instinktiv apo sjellje sociale. Një teori tjetër sugjeron se qëndrimi në një këmbë mund të jetë pjesërisht instinktiv, pjesërisht social. Flamingot janë shpend shumë sociale dhe shpesh ndjekin njëri tjetrin edhe në sjellje. Nëse një flamingo qëndron në një këmbë, të tjerët mund ta imitojnë për shkak të sjelljes së përbashkët të tufës, një strukturë trupore e ndërtuar për balancë. Ndryshe nga ne, flamingot nuk kanë nevojë të mbajnë muskujt aktiv për të qëndruar në një këmbë. Këmba e tyre funksionon si një qëndrim pasiv, një lloj sistemi biomekanik ku gjymtyrët qëndrojnë në një vend si me kyç. Kjo e bën flamingon një kampion të ekuilibrit në botën e shpendëve. Qëndrimi në një këmbë është më i shpeshtë kur flamingot janë në ujë, por jo gjithmonë, ndonjëherë edhe në tokë për pushim. Flamingot mund të flenë duke qëndruar në një këmbë, gjë që ndihmon edhe për të shmangur grabitçarët dhe për të ruajtur ekuilibrin e trupit. Flamingot na kujtojnë se natyra është një inxhiniere e përkryer. Ajo krijon mënyra efikase për të mbijetuar, për të ruajtur energjinë dhe për të qenë në harmoni me mjedisin. Kjo sjellje e çuditshme e flamingos është në fakt një shembull i inteligjencës biologjike që njerëzit sapo kanë filluar ta kuptojnë plotësisht.